Para bordit po prezantojm aplikacionin apo kërkesën për marrjen e autorizimit të subjektit juridik Swiss Solar Park, e cila ka aplikuar për marrje të licencës për furnizim me energji elektrike. Aplikuesi ka aplikuar me 6 gusht 2025 në zyrën e rregullatorit të energjisë në formë fizike dhe elektronike, duke i plotësuar të gjitha kërkesat që kërkohen sipas aplikacionit. Si pjesë e dosjes së aplikacionit, aplikuesi i ka bashkangjitur të gjitha dëshmitë që kërkohen për marrjen e licencës për furnizim me energji elektrike, të cilat dosje dhe materiale i gjeni në dosje të bordit, të cilat janë analizuar dhe vlerësuar nga stafi përkatës. Gjithashtu, lën të theksohet se është bërë edhe pagesa në shumën prej 2000 euro, sipas rregullës për taksat të nxjerrë nga bordi i rregullatorit. Gjithashtu është bërë edhe publikimi në gazetat elektronike me datë 29 shtator 2025 dhe në përputhje edhe me rregullën për licencim dhe afatet ligjore nuk kena marrë ndonjë koment eventual nga palët e tretë. Dokumentet janë dorëzuar edhe stafit përkatës brenda rregullatorit për vlerësim, nga të cilat nuk e marrë ndonjë koment apo vërejtje eventuale. Andaj, aplikacioni është vlerësuar në përputhje me rregullën për licencim të aktivitetet të energjisë në Kosovë dhe pas vlerësimit dhe analizimit administrativ i propozohet bordit për shqyrtim dhe vendimarrje, që subjektit juridik Swiss Solar Park t'i lëshohet licenca për furnizim me energji elektrike për periudhën 5 vjeçare, duke filluar nga data 07/11/2025 deri në 06/11/2030. Gjithashtu, si në raste tjera, obligohet kjo ndërmarrje që çdo dokument lëshuar nga institucionet e ndryshme të Republikës Kosovës që kanë të bëjnë me ndikimin e validitetit dhe periudhës së vlefshmërisë së licencës t'i sjellë në rregullator. Faleminderit. Faleminderit zoti Misini, atëherë për hapi për diskutim për bordin. Atëherë nëse s'ka komente, po hedhim votim, kush është për? Atëherë konstatoj që me 4 vota për, asnjë kundër, aprovohet pika e 3 e renditditës. Vazhdojmë me pikën tjetër. Faleminderit kryesues. Si pikë tjetër e renditditës është edhe aplikacioni i shoqërisë Swiss Solar Neo SHPK, e cila ka aplikuar për marrjen e licencës për furnizim me energji elektrike. Kjo kompani ka aplikuar me 18 shtator 2025 në formën zyrtare që kërkohet sipas rregullës për licencim, në formë fizike dhe në formë elektronike. Dokumentet i ka bashkangjitur sipas aplikacionit që kërkohet për këtë lloj aktivitetit të furnizimit me energji elektrike. Të gjitha dokumentet janë bashkangjitura edhe në dosjen e bordit për shqyrtim dhe vlerësim. Gjithashtu, në përputhje me obligimet e rregullës për licencim është bërë edhe publikimi në 2 gazeta elektronike me datë 24 tetor 2025. Nuk kemi pranuar ndonjë kundërshtim eventual nga palë tjera. Dokumentet, si në raste tjera, janë ndërzuar edhe të stafi tjetër i rregullatorit për vlerësim që përfshin pjesën teknike dhe financiare. Nuk e marrë ndonjë koment apo vërejtje. Andaj edhe ky aplikacion konsiderohet si i plotëson kushtet administrative për të trajtuar dhe vlerësuar nga ana e bordit, dhe njëkohësisht i propozojmë bordit që edhe kësaj ndërmarrje të lëshohet licenca për furnizim me energji elektrike për periudhën 5 vjeçare, duke filluar nga data 07/11/2025 deri në 06/11/2030. Gjithashtu edhe kjo ndërmarrje obligohet që çdo dokument që lidhet me validitetin dhe periudhën e vlefshmërisë së licencës ta sjellë në rregullator. Faleminderit. Faleminderit zoti Misini, atëherë për hapi për diskutim, nëse ka një koment eventual. Atëherë nëse jo, po hedhim votim, kush është për? Atëherë konstatoj që me 4 vota për
aprovohet edhe pika e 4 e rendit ditës lidhur me licencimin e aktivitetit të furnizimit të Solar Neo SHPK. Vazhdojmë me pikën e 5, aktivitet që ka të bëjë me tregtimin e energjisë elektrike, zoti Misini. Faleminderit kryesues. Në pikën tjetër rendit ditës është aplikacioni i shoqërisë Alfa Company SHPK, e cila ka aplikuar në ZRE për marrjen e licencës për furnizim me shumicë tregtim të energjisë elektrike. Kjo ndërmarrje ka aplikuar me 6 gusht 2025 përmes administratës në formë fizike dhe elektronike. Dëshmitë që kërkohen sipas rregullës për licencim dhe aplikacionit për këtë lloj aktivitet janë bashkangjitur. Dosja me të gjitha dëshmitë që kërkohen sipas këtij aplikacioni është pjesë e dosjes së bordit për vlerësim dhe eventualisht për ndonjë koment. Aplikacioni është publikuar edhe në gazetat elektronike sipas formës dhe standardit që kërkohet me rregullën për licencim. Nuk kemi pranuar ndonjë komente apo ndonjë kundërshtim nga palët e treta. Gjithashtu është kryer edhe pagesa që kërkohet për këtë lloj aktiviteti, andaj konsiderojmë që edhe kjo kërkesë apo aplikacion që konsiderohet e kompletuar dhe i propozohet bordit për shqyrtim dhe vendimarrje, duke i lëshuar licenca për tregtim me energji elektrike ndërmarrjes Alfa Company SHPK për periudhën 5 vjeçare, duke filluar nga data 07/11/2025 deri në 06/11/2030. Edhe kjo ndërmarrje, si në raste tjera, kërkohet se çdo dokument që lëshohet nga institucionet tjera që kanë ndikim në validitetin dhe periudhën e vlefshmërisë së licencës duhet ta sjellë në rregullator. Faleminderit. Faleminderit zoti Misini. Atëherë, nëse ka ndonjë koment nga bordi, nëse jo, atëherë kush është për? Atëherë konstatoj që me 4 vota për aprovohet edhe pika e 5 e rendit ditës rreth tregtimit të energjisë me shumicë nga Alfa Company SHPK. Vazhdojmë me pikën e radhës, vendimi për rihapjen e tenderit për Faleminderit kryesues. zgjedhjen e furnizuesit të mundësisë së fundit. Po, një kronologji të shkurt lidhur me këtë detyrim apo obligim që kërkohet për caktimin e furnizuesit të mundësisë të fundit, e cila është pika e rendit ditës. Siç e di, me datën 29 korrik 2022, bordi përmes vendimit 1544/2022 kishte caktuar Korporatën Energjetike të Kosovës KESH që të ushtrojë përgjegjësinë si furnizues i mundësisë së fundit apo furnizues i garantuar për periudhën 3 vitesh nga data 31 korrik 2022 deri në 30 korrik 2025. Me datë 28 mars 2025, bordi ka nxjerrë vendim për hapjen e procedurës së tenderimit për zgjedhjen e furnizuesit të mundësisë së fundit. Me 18 prill 2025 është shpallur dosja e tenderit nga ZRE, zgjedhja e furnizuesit të mundësisë së fundit, ku palët kanë pasur të drejtë të aplikojnë brenda afatit për 30 ditësh për të ofruar shërbimet e furnizuesit të garantuar me energji elektrike. Me 19 maj ka qenë data për hapjen e ofertave, ndërsa ftesës për shprehje të interesit për të aplikuar për në tenderin për zgjedhjen e furnizuesit të mundësisë së fundit i publikuar me 19 prill në faqen zyrtare elektronike të ZRE-s nuk i është përgjigjës asnjë aplikues, edhe pse të licencuar për këtë aktivitet kanë qenë në numër të konsiderueshëm. ZRE ka nxjerrë njoftimin për anulimin e tenderit në përputhje me obligimet e ligjit për energjinë elektrike, pasi që nuk janë plotësuar kriteret bazë të përcaktuara me nenin 4 paragrafit 1 të rregullës për furnizuesin e mundësisë së fundit, i cili përcakton se konkurenca për caktimin e furnizuesit duhet të konsiderohet e vlefshme nëse jo më pak se 2 tenderues kanë përmbushur kriteret përkatëse të pranueshmërisë. Si rezultat i kësaj, bordi ka vlerësuar se janë plotësuar kushtet që të caktohet furnizuesi i përkohshëm, ashtu siç përcaktohet me nenin 14 paragrafi 4 të ligjit për energjinë elektrike, ku theksohet në rast se nuk zgjedhet furnizuesi i mundësisë së fundit për periudhën e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni, rregullatori do të caktojë një furnizues që përkohësisht të ushtrojë funksionin e furnizuesit të mundësisë së fundit, por jo më gjatë se 6 muaj, periudhë kjo brenda së cilës duhet të zhvillohet tenderi i ri. Në rast se tenderi i dytë dështon, rregullatori cakton furnizuesin e mundësisë së fundit me një akt të veçantë.
duke përcaktuar të gjitha kushtet dhe afatet për vendosjen e obligimit të shërbimit publik në pajtim me nenin 5 të ligjit për energjinë elektrike. Kështu që me datë 12 qershor 2025, me vendimin V2762-2025, bordi ka caktuar Korporatën Energjetike të Kosovës KEK që të ushtroj përkohësisht përgjegjësinë e furnizuesit të mundësisë së fundit për periudhën prej 6 muajsh nga data 31 korrik 2025 deri me 30 janar 2026. Duke qenë se data 30 janar 2026 përfundon, afati që KEK të ushtroj këtë përgjegjësi, bordi duhet të nxjerrë vendim për rihapjen e procedurës së tenderimit për zgjedhjen e furnizuesit të mundësisë së fundit. Sipas nenit 3 të rregullës për FMF dhe nenit 40 paragrafi 3 të ligjit për energjinë elektrike, parashihet që furnizuesi i mundësisë së fundit caktohet për një periudhë veprimi si furnizues i tillë prej 3 vitesh. Prandaj FMF do të zgjidhet furnizuesi i cili ofron koston më të ulët të furnizimit me pakisë të energjisë elektrike, siç është definuar në rregullën për FMF. FMF-ja do të furnizojë konsumatorët që mbesin pa furnizues, në rast se furnizuesi i tyre ka bankrotuar, është në likuidim, licenca është revokuar, konsumatori ka dështuar në zgjedhjen e furnizuesit të ri dhe konsumatorët kanë të drejtë të shërbehen nga FMF-ja jo më shumë se periudha prej 60 ditësh. Njëkohësisht, masi veç jemi në këtë pikë, bordit i kërkohet që të caktojë 2 komisione, komisionin për hapjen e ofertave dhe komisionin për vlerësim të ofertave. Kjo është si në rastet e kaluara që kemi vendosur për hapjen e procedurës të tenderimit në rastin e parë. Faleminderit. Faleminderit zoti Misini, atëherë për hapi për diskutim për bordin. Atëherë nëse s'ka vetëm që edhe të formohen këtu 2 komisione për rihapjen. Veç për sqarim, anëtarët e komisionit mbeten të njëjtë, nëse nuk ndryshon diçka. Po, besoj që ata janë ndërzuar, nëse s'ka ndonjë koment. Shtesë atëherë kush është për? Atëherë konstatoj që me 4 vota për aprovohet edhe pika e 6 e renditdites.